shaka. Gent, se po lexoja pak reagimin e Ramës dhe këtu mund të kuptoj edhe publiku alternativat e mundshme. Domethënë, e para thot pasi u rrezoa nga gjykata kushtetuese pezullimin antikushtetues. E quajmë pezullim antikushtetues. 1. E dyta, që arrestet pa gjyq në Daç në shtëpi e Daç me burg janë bërë modë vrash në Shqipëri, që Shqipëria është bërë një vend me më shumë paraburgosur, një fakt i turpshëm pas një lidhje me standardet demokratike. Kjo ka ndodhur për të gjithë, jo vetëm për rastin. Dhe thotë e treta, në rastin e fjalë ne s'mund dhe sot e paragjykojmë kërkesën e prokurorit, por duke qenë se ndryshe nga proceset e tjera, ku ne si rregull nuk flasim për përmbajtjen e çështjeve, këtë herë na kërkohet të japim opinionin ton, do të angazhohemi etj etj. Janë 3 qëndrimet të kryeministit Edi Rama që paralajmërojnë çfarë? A mund ta shtoj pyetjen për Patjetër. Me avokatin. Genci po shtoj pyetjen Sonilës duke bërë unë avokatin e djallit, don se mund të kem respekt për kolegun tënd të shumë të njohur në Shqipëri sepse është bërë shumë mediatik kohët e fundit me qendrimet e tija, e ka fjalën për Ylli Manjani. Po. Ylli Manjani po e shtoi, ai të shtoi një argument, po shtam me avokat djallit, thotë që kjo kërkesë e Spakut është abuzive, sepse ka të argument juridik. Ai thotë, meqense për herën e parë, pra kur zonja Zballuku ju pozulua nga detyra dhe ju u hoqi pasaporta, Spaku ju detua GKO-s, pra që GKO-ja që vendosja ato mas të dëshuara nga Spaku. Se në të rast sot zoti Manjani, në rastin e kërkesës heqjes i mundjetit të parashikimit, Spak dhe vetëm pa shkuar nga GKO-ja. Prandaj sot Manjani i jep këshill Edi Ramës, mos e hiqni mundjetin, ju si një gjykat, lërini Spakun të tërbohet. Të thot Manjani. Si do të më lëri Spakun të? Edhe një herë Genci, lëri Spakun të? Pra, të tërbohet. Spaku thotë nuk ka asnjë. Po. Nuk e di, kur e ka bërë Manjani këtë status? Sot? E ka bërë sot dhe e ke në fillim fare të zotit Mero Baze. Është argument? Okej. Do të thonë, do paralizëm. Meqense për pasaportën dhe për pezullimin nga puna, Spak shkon në GKO, edhe në të rapse shkon në parlament, shkon në GKO, sipas Manjanit. Po shiko, kjo e Manjanit nuk ka shëtim juridik njërë. Jo të tërbohet njëri apo të tërbohet tjetri. Kjo është e pa logjikshme, është jo proporcionale. Megjithatë ai e ka nisur këtë lloj analize që kur thash gru shteti, gru shteti. Sot nuk përmend grushtin e shtetit, që në fakt sepse shiko, mos merremi me komentin e qëndrojmë argumenti do bëjë Rama. Ky do bëjë Rama, do që Rama do zbatoj shillën e Manjanit. Rama do të Spaku është jo legjitim. Shiko, edhe Rama edhe Belinda e patën, që po ta krahasojmë me një të smur, u dha një terapi e cila nuk u zbatua. Dhe tashi është agravuar gjendja. E kupton? Sepse vendimi i gjykatës kushtetuese, ja pra që na dil ka që pezullimi nga detyra që nga antikushtetues, nëse arresti nuk që nga antikushtetues. E kuptoni tash se si dalin zbuluar këta? Pra një masë më e lehtë që nga antikushtetuese dhe masa ekstreme e privimit lirisë që nga kushtetuese, ja këto duhet lexojnë të thonë këta, ta arsyetojnë sepse çdo gjë që del nga arsyetimi nuk është edhe ligjore. Kështu që ne ndodhemi në këtë situatë që Spaku po tregon qëndrueshmëri, po tregon konsekuencë, po mbron në fund të fundit fabulën e saj. As më shumë dhe as më pak. Dhe sot, siç thon mediat, është plotësuar me 7 episode. Puzzle-i i zonjës Balluku. Çka do të thotë, nuk lidhet më vetëm me prishjen e provave, që të bëj një manovër tjetër Rama, që një manovër tjetër juridike që ajo t'jap dorëheqje po të mos japi arrestin se ajo nuk prish provat. Jo, është intimidimi dëshmitarëve, është rreziku i ikjes. Pra nuk është vetëm një kriter i veçantë. Plus pastaj Genci është në debat. Genci debati është për teksa herë thotë Manjani, Spaku nuk shkon në gjykatë. Nuk i përgjigjem. Jo, lëre kush e thot Manjani. Në rast se do ta përdori Rama këtë si argument. Pra në rast se do të përdoret ky si argument. Po ta shpjegoj.